Agjencia e Lajmeve Kosova Press edhe këtë vit është pjesë e panairit më të madh ndërkombëtar të biznesit në Tiranë. Stenda e Kosova Pressit po tërheq vëmendjen e shumë vizitorëve, të cilët po njihen me historikun, punën dhe shërbimet e saj si një prej agjensive më të besueshme të lajmeve në rajon. Si antare me të drejta të plota e Aleancës Evropiane të Agjensive të Lajmeve, EANA, status që Kosova Press e fitoi 3 vjet më parë, agjencia vazhdon të forcojë pozicionin e saj si zë serioz dhe kredibil në medien evropiane. Panairi Click Expo Group u hap mbrëmje dhe do të vazhdojë deri më 8 nëntor në Pallatin e Kongreseve, ku janë të pranishëm flamujt e mbi 20 shteteve nga e gjithë bota. Me moton dritare drejt së ardhmës, edicioni 31 i Panairit synon të promovojë zhvillimin e qëndrueshëm të Shqipërisë 2030, duke bashkuar mbi 250 kompani, institucione dhe inovatorë.